Një marrëveshje pak viteve më parë mes Bashkisë Klos dhe Bashkisë Bulqiz bëri që të dyja këto institucione të pushtetit vendor të kenë një pikë të përbashkët për depozitimin e mbetjeve urbane. Kjo pikë u përcaktua të ishte mbi fshatin Plan i Bardh të Bashkisë së Klosit, por në këtë vend depozitim nuk trajtohen mbeturinat, por thjesht kërkohen aty dhe lihen në mëshirë të fatit. Banorët e fshatit Plan i Bardh të Bashkisë Klos kanë kërkuar vazhdimisht marrjen e masave për largimin e mbeturinave prej aty. Ata shprehin se me pranimin e këtyre mbetjeve po ndodhet të gjithë zona, sidomos uji që përdoren për konsum apo për vaditje. Mehmet Basha thotë se kjo që ka ndodhur në fshatin Plan i Bardh është 2 herë rënd, ku nga njëra anë ndodhet nga mbeturinat e nga ana tjetër banorët nuk lejohen të ndërtojnë përgjatë rrugës së Arbrit. Mbeturinat që kanë hedhur mas malit këtu ka antenat, ka qenë report ushtrak, kanë hedhur mbeturinat Bulqiza edhe Klosi. Po është mbeturimet, janë punimet e ujit që janë punimet e ujit për tash me ardh Plan i Bardh, Klos, Shëdjun, mbeturinat e kanë hedhë sipër. Janë mbeturinat që kanë hedhë komplet janë ujnat që kanë prunë edhe pi populli ujë. Të merren masat hisin mbeturinat. Mbeturinat kanë vend e vet ata. Kanë gruposje, kanë çdo gjë, ose vend fabrika. Jo mu hedh sipër burimeve të ujit. Se kjo është krim që mund bëjnë personat ose bashkitë. Është krim. Të është vënë rruga këtu. Asim ka është vllai për Gjermania me gjithë kru, ka është tu i kanë mbyll lokalin. Jo lokal, është një barak sa me qitë copë dhe bukës. Si familje prapë për Gjermani. Prania e mbeturinave mbi fshatin Plan i Bardh të Bashkisë Klos është kthyer në shqetësim serioz edhe për blegtorinë e cila përballet me mbetje nga më të ndryshme që hidhen aty.